kjo është specifika dhe veçantia e Kuranit Fisnik nëse e marrim edhe krahasojmë me secilin libër tjetër. Pra, secilin libër të shkruar për njerëzve shohim që ka fokus shumë herë tek pjesa e jashtme. Pra, kur flitet për le të themi veprimet, ato zhveshen nga brendësia e tyre, nga thelbi i tyre. E Kurani Fisnik përqendrohet në zemër dhe në mendjen e njeriut. Pra, përqendrohet në thelbin që ka të bëjë me përkushtimin ndaj Allahut të Madhëm. Prandaj, në rregullat të cilat i mësojmë nga Kurani Fisnik, gjithashtu edhe nga Suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e shohim që vepra pranohet vetëm atëherë kur bëhet sinqerisht për Allahun e Madhëm. E kjo kthehet kryekput në zemër. Pastaj duhet jetë edhe në përputhje me Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, secila vepër e cila thjesht bëhet në mënyrë mekanike, pa një mbështetje nga prapa me bindje thellë, ajo vepër nuk mund të quhet vepër e mirë në fillimisht, pra nuk mund të quhet as vepër e mirë. E lëra më pastaj të jetë edhe e pranuar tek Allahu i Madhëm. Prandaj Kurani Fisnik na mëson që pjesa më e rëndësishme është ajo nga besimi, mirë po nuk e anashkalon rëndësinë edhe të veprave të jashtme. Prandaj shohim që në Kur'anin Fisnik përmendet përveç besimit, mbështetjes tek Allahu i Madhëm, devotshmërisë, të cilat janë gjitha veprat e zemrës, përmendet edhe namazi, përmendet edhe agjerimi, të cilin e ushtrojmë dhe manifestojmë gjatë këtij muaji, përmendet haxhi dhe përmenden obligime tjera, të cilat janë veprat konkrete dhe veprimet të cilat i kryejnë besimtarët gjatë jetës së tyre. Cilat janë konceptet kryesore kuranore që lidhen me udhëzimin si drita, pastaj errësira, rruga drejt e kështu me radhë? Po, Kurani Fisnik pra është tepër konciz le të themi në shprehjet që i përdor. Pra, sjell dritën si sinonim të udhëzimit. Pra, e përmend nurin. Dhe ky nur, kjo dritë nuk i jepet pra gjithkujt, mirë po i jepet atij i cili i përkushtohet mësimeve dhe udhëzimeve të Kuranit Fisnik. Pra, nëse e tërheqim dhe vazhdojmë me këtë metaforë, atëherë një njeri i cili nuk ka dritë dhe është nis në një rrugë të errët, ai nuk mund të arrijë në cakun të cilin e synon. Pra, nuk ke një udhëzues, nuk ke një dritë, nuk ke shenjat të cilat i ndjek gjatë rrugtimit tënd. Si mund të arrish atje ku je nisur pa këtë orientim, le të themi, nga Allahu i Madhëm në këtë rast, meqense ne e synojmë kënaqësinë e Allahut të Madhëm dhe shpëtimin nga zjarri i xhenemit. Në anën tjetër, pra, devijimi është simbolizohet me errësirën dhe për te simbolikës jo besimtarët në ditën e Kiametit dhe ata cilët nuk kanë veprat mjaftueshme kur e marrin dritën nga Allahu i Madhëm për shkuar prej matjes së veprave drejt siratit, janë errësirë të thellë. Në veçanti përmenden pra në Kur'anin Fisnik shembulli i hipokritëve apo munafikëve, të cilët mbesin të hutuar dhe kërkojnë dritë nga besimtarët, mirë po kjo dritë nuk i jepet, meqense mënyra për ta fituar këtë dritë është kjo kohë, sa jemi në këtë botë. Dhe pastaj është rruga e drejtë, e cila nuk është thjesht një udhëtim pra le të themi kaotik, i padrejtuar, ku njeriu pra niset nga do që do, mirë po duhet ta ndjek një rrugë të përcaktuar nga krijuesi i tij. Prandaj këtu Kurani Fisnik është manual të cilin secili besimtar nuk e ka luksin të heqë syt le të themi prej tij gjatë gjithë jetës së tij. Nuk ka një besimtar i cili apo njeri le të themi në përgjithësi që mund të pavarësohet nga Kurani Fisnik, që nga le të themi momenti kur fillon të logjikoj, madje edhe më herët se kaq, sepse mund ta mësoj Kurani Fisnik përmendesh, mirë po që nga momenti kur fillon të logjikojë deri në vdekje, ka nevojë për këtë shoqërues, ka nevojë që t'ja vizatoj rrugën drejt Allahut të Madhëm.